qeshëm, do me thënë se ajo të cilën ju e paraqitët në fillimin e emisionit, më bëri përshtypje që 14.3% e pjesëmarrësve nuk e dinin që ishin bullizuar nëpërmjet aktiviteteve që kishin patur, edhe 9.2 nuk kishin besim tek institucione, kështu që i bie që diku 25% e pjesëmarrësve veç janë out, edhe këta nuk janë që kërkojnë ndihmë. Për faktin sepse as nuk e kanë kuptu, po as nuk besojnë të institucionet. Që që nëse flasim në terma të përgjithshëm se kush është efekti i dhunës digjitale, sigurisht që komponenta e mirëqenies emocionale e tyre duhet vihet në diskutim, për faktin sepse ata ndihen të bullizuar, ndihen të viktimizuar, ndihen të stresuar, ndihen nën presion, ndihen në vendosjen e marrëdhënieve sociale në një pozicion të ri tashmë. Kështu që kur flasim për mirëqenien emocionale apo për sigurinë e hapësirës digjitale, nuk i referohemi vetëm termave teknik, si është përdorimi i passwordit ose siguria kibernetike apo programe të cilat nuk lejojnë që fëmijët të shohin përmbajtjet ndryshme apo mos hynë nëpër qasje në websajte specifike, me cilën ato marrin informacionin e dhunshëm apo ballafaqohen me video traumatike apo ballafaqohen edhe me video të cilët i tejkalojnë kuptuarin e tyre, sepse vazhdimisht piketohen fëmijët të cilët janë të mitur edhe ata ma rrallë publikojnë faktin që janë të ngacmuar për shkak të frikës, për shkak të denigrimit tyne, për shkak edhe se ja marrin fytyrën prindërve nëse do ta raportojnë atë dhunën. Kështu që në fakt dëmtimi psikologjik është i varur nga mosha, është i varur nga lloji i dhunës të cilën e përjetojnë pjesëmarrësit që janë për këto materialet e dhunshme. Mirë, po në përgjithësi, ajo çka duhemi me thonë është që përjetojnë izolim social, përjetojnë diskriminim, përjetojnë ankth, në disa raste të cilat unë i kam në praktikën klinike, ka shumë lëndime të qëllimshme të vetes, vetëm për shkak sepse nuk mujnë me bë ballë atyre informacioneve diskriminuese apo bullizuese të cilët ata të rinj, të adoleshentët i marrin nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet WhatsAppit, nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet kontove falso, dhe disa prej tyre, ata të cilët kanë përjetu bullizim të vazhdueshëm, kanë tentuar edhe me vra veten, për shkak që me u çliru prej këtyre mesazheve që kanë qenë mjaft diskriminuese. Kështu që pastaj një gjë të cilën unë edhe kam thënë vazhdimisht është për faktin sepse ka websajte në të cilën kyçen të rinjt, edhe mësojnë metodat e vetvrasjes, mësojnë metodat dhunshme që me kry vetvrasjen sa ma shpejt, kështu që kemi probleme të jashtëzakonshme dhe unë po mendoj që nuk e di se sa në Kosovë kjo është e identifikueshme lehtë, sepse ata të cilët bullizojnë, ata të cilët janë pedofilë dhe gjejnë viktimën, e joshin nëpërmjet rrjeteve sociale dhe pastaj kërkojnë takime me ta, nuk e di se sa munden mu identifiku për arsye sepse ata vijnë nga profile të rreme. Kështu që unë vetë kam qenë gjatë fushatës, adin kemi marrë ofendime, si grua, adin më kanë ofendu gjatë fushatës pse i kam hyrë politikës, edhe unë sigurisht që ai ishte një profil falsë edhe unë jam e rritur edhe mundem me menaxhu, por nëse ti je fëmijë edhe merr një mesazh që të kërcënon apo që të kërkon pare, sepse ka plot që i kërkojnë pare, i çojnë mesazhe, në këtë kohë nxjerr pare se ta vras motrën, vllajën, familjen, anëtarët familjes. Se unë nga praktika klinike takohem me ekstremet të atyre ngjarjeve që ndodhen gjatë kërcënimeve apo bullizimeve në rrjetet sociale. Kështu që në përgjithësi mendoj që kemi në planin individual
digital, për arsye se ulet vetbesimi, ndodh izolimi, ke marrë me dal para bashkëmoshatarëve tuja, sepse ata e kanë pa videon që po qarkullon, apo edhe në mjedisin familjar. Pastaj familja vetë është një tjetër sferë e cila dëmtohet për shkak sepse ju e dini para gjykime të cilat i stigmatizimi që ndodh nëse ti e ke fëmijën, siç adin po i shikojmë publikimin e videove, dhe në një mënyrë pasaj mendoj që edhe edukimi nuk është në nivelin e duhur për me e identifiku sa ma heret një abuzim apo një dhunë digitale, çfarë do lloj modeli qoftë. Pra, po ta shikoni, dhuna digitale është shumë dimensionale. Nuk mundet me qenë e fokusume veç të individi, por të raporti ti me veten, të raporti ti me familjen dhe të raporti ti me shoqërinë. Dhe i gjithë kjo në raport me institucionet se çfarë qëndrimi marrin gjatë kohës shfaqjes dhunës digjitale.